Donika Gërvalla i ka kthyer shpinën Vjosa Osmanit. Në një takim që bashk kryetaria e Guxo Donika Gërvalla ka mbajtur me deputetët e kësaj partie, u ka thënë se nuk ka vota për Vjosa Osmanin dhe se nuk mund të rrezikojnë bashkëpunimin me vetvendosjen. Si rezultat, Guxo nuk do të kushtëzoj që Osmani të jetë më do e mos kandidate për presidente. Në vendit, diskutimet brenda Guxo nuk kanë qenë aq të zjarrta sa do të paramendohej në një situatë tjetër. Burime kredibile i kanë thënë Kanal 10 se pos Jeta Statovcit dhe Haxhi Avdylit, të tjerët kanë shprehur preferencë që Osmani të jetë presidente, por kanë qenë të pajtimit që ky të mos jetë kushti i Guxo. Më i zëshmi ka qenë deputeti nga Prizreni, ky madje ka lëshuar mbledhjen. Në një prononcim për Kanal 10, Haxhi Avdyli ka thënë se përkrah Vjosa Osmanin. Kuvendi i Kosovës me 120 ulse në vitin 2021 i dha 71 vota Vjosa Osmanit mes një bojkotit të opozitës, duke e bërë atë presidenten e dytë femër të Kosovës. Zoti i bekoft qytetarët e Kosovës, Zoti i bekoft miqtan, Zoti e bekoft Republikën tonë. Ju faleminderit.